në politikë, sepse gjithë të burime të cilat godas një pikë, prodhojnë të qytetari një perceptim të besueshëm pashma. Sepse në qoftë se e godet një person, thonë ky ka me inat fjalën në perceptimin tonë. Në qoftë se e godet një tjetër, thotë ky ka konflikt interesi me këtë, prandaj godet. Por kur një individ politikan, kushdo qoftë, ose ministër, ose politikan se godet, e godasin shumë burime, atëherë të gjithë të burime nuk janë më në perceptimin e konflikti interesave, po janë në perceptimin e një realiteti i cili bëhet evident nëpërmjet këtyre burime. Në fakt të gjithë të burime janë një zyrë. Dhe ky fenomen është bërë absolutisht evident në Shqipëri. Goditja kibernetike është një nga pikat që raporti e ka në mënyrë posaçme. E thot goditja kibernetike dhe këtë goditje kibernetike e lidh absolutisht me ndryrën ruse. Dhe kjo lloj filozofie është pjesë e një strategjie të ndërtuar mjaft mirë në një institucion tashmë legal në Rusi, por që është absolutisht aktiv jo vetëm në Shqipëri. Ky institucion me të njëjtat mekanizme operon mbi këtë mekanizëm që sapo thashun disa elementë, operon edhe në Gjermani, operon edhe në Francë, operon edhe në Angli. Natyrisht këto shtete kanë ndërtu mekanizma të përballimit të këtij agresiviteti. Shqipëria është paksa mbrapa. Mund t'ju jap një rast që është shumë interesant, që ne e kaluam, pati një tashkëqyrje në ndryrje në Spak. Pati një tjetër, një ndryrje në AKQ. Kjo AKQ ishte më e tmerrshme, sepse presaja arritën të merrë informacion mbi rroga, arritën të merrë informacion mbi adresa, arritën të informacion mbi individ dhe mbi lidhjet biznesi individësh. Të gjitha këto informacione të bëra publike prodhojnë një situatë konflikt social të pasigurt në një ambient social, në një ambient politik. Dhe përdorimi këtyre për politikë është pjesë e qëllimit të goditjes kibernetike që i ka. Është evidentuar tashmë që kjo ndryrje ju bashkangjit ndryrjeve iraniane. Do thanë që ishin iranianët që ndryjnë. Por të kuptojmë një gjë, që Alianca, Irak, pra boshit keqes, Kinë, Rusi, Iran, tashmë janë tre struktura, në mënyrë posaçme lidhja Iran-Rusi është shumë e konsoliduar, të cilat mbi këto mekanizma, pra mbi këto faqe interneti, të cilat janë pa pronar, janë pa identitet, por që në hapësirën mediatike janë absolutisht prezente, të gjitha këto sjellin situata të cilat praktikisht e destabilizojnë dhe prodhojnë insinuata jo miqësore në një ambient social. Do të kemi parasysh një gjë që kur NATO, shqipen nga në kujdes, dha direktivën që në të gjitha shtetet të ndërtohen struktura të luftës së mbrojtjes kibernetike, që në vetvete lidheshin dhe me bllokimin e disa ose mirë se jo bllokimin, por institucionalizimin, zbardhjen e faqeve të internetit. Çdo të thotë zbardhje? Zbardhje do thotë zotëri. Faqen A.xx e ka filan person, dhe ky filan person e mban këtë faqe me këto burime të ardhurash. Nga ky moment, të gjitha këto faqet të cilat nuk kishin origjinë, prodhuan një fluks të madh goditje ndaj kësaj lëvizje. Natyrisht, kjo kërkesë që bëhet nga NATO, që bëhet nga departamenti i posaçëm i ndërtuar tash në NATO që ka të bëjë me luftën kibernetike, si një nga formatet e luftës tashmë jo më të luftës totë, është luftë ndezur tashmë. Do të thonë gjithandaj flitet për luftë tretëbotërore. Jemi në kushtet e një debati
dhe një konflikti të qartë tani në Rusi, NATO në Ukrainë. Dhe në këtë kuadër, këto institucione që ishin institucione të cilat pa burim, pa identitet, prodhuan flukse opinionesh në Shqipëri, që në Shqipëri diktatura po mbyllte fjalën e lirë, po godiste fjalën e lirë. Dhe me termin e goditjes të fjalës lirë, shteti ballafaqohet me mungesën e demokracisë në një vend. Dhe këto flukse me burim një zyrë, por me flukse që vinë nga shumë koridore në Shqipëri që ishin faqe interneti pa identitet, prodhuan edhe këtë frym që diskutojmë ne, që diktatura arabiste po jepte goditje media shqiptare, po jepte goditje fjalës së lirë. Në një perceptiv duket sikur ishte e tillë, por në fakt mbrojtja dhe siguria e këtij vendi në kuadër të acarimit dhe të avancimit të luftës kibernetike përbën dhe në Shqipëri domosdoshmëri zbardhjen e burimeve të informacionit dhe zbardhjen e të gjitha rrjeteve të cilat, duke shfrytëzuar hapësirën dhe lirinë mediatike, janë rrjete të cilat janë infiltrim i shërbimeve ruse, i shërbimeve iraniane, i shërbimeve kineze në Shqipëri, me pasojë natyrisht influencimin e opinionit publik dhe me pasojë pastaj të tjera që janë derivate të devijimit të opinionit publik dhe perceptimit publik.